Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Kosovën kërkon që rezultati i zgjedhjeve të japë fund bllokadës politike me një kosto prej miliona eurosh nga financimet e Bashkimit Evropian. Rio Teras vlerësoi se kryeministri me mandat teknik Albin Kurti tani ka një mandat të qartë dhe përgjegjësi për të qeverisur në mënyrë më pragmatike. Rezultatet e zgjedhjeve në Kosovë duhet të japin fund bllokadës politike, e cila i ka kushtuar vendit miliona euro nga financimet e Bashkimit Evropian. Kryeministri Kurti tani ka një mandat të qartë dhe përgjegjësi për të qeverisur në mënyrë më pragmatike, shkruan Teras në rrjetet sociale. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetari i Prishtinës përparim Rama kërkon reflektim nga lidhja demokratike e Kosovës mbi rezultatin e zgjedhjeve të parakohshme, duke vlerësuar më të dobët se sa pritshmëritë. Qytetari i parë i Prishtinës kërkoi nga opozita të jetë më qartë në qëndrimet e saj dhe më e zëshme në shtyrjen e proceseve përpara. Thirrja e tij është për një qeveri të zhvillimit e jo të sabotimit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përgëzon Albin Kurtin për fitoren e vetëvendosjes në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. E ka mëruar kryeministrin e rizgjedhur të Kosovës për fitoren domethënëse dhe uroi që mandati i konfirmuar nga populli për Albinin e për partinë e tij të kthehet në sukses e në mbarësi për Kosovës, si edhe për marrëdhënien vllazërore mes dy shteteve tona, shkruan Edi Rama. Kryetari i Kuvendit të Republikës Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi përgëzon mbajtjen e suksesshme të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Ai tha se qytetarët kanë treguar kulturë dhe pjekuri demokratike, duke shtuar se mbeten të përkushtuar në forcimin e marrëdhënieve të shkëlqyera fqinjësore dhe vllazërore. Ky rezultat zgjedhor konfirmon besimin dhe mbështetjen qytetare për vizionin dhe përkushtimin e lëvizjes vetëvendosje, deklaroi kryetari i Kuvendit të Republikës Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi. Nga koalicioni i qeverisës në Maqedoninë e Veriut reagoi dhe kryetari i komunës së Çajirit. Izet Mexhiti përgëzoi Albin Kurtin për rezultatin e zgjedhjeve. Zgjedhjet demokratike të zhvilluara e rikonfirmojnë që Kosova tashmë ka një traditë të mirëfillt demokratike, ku ka garë të ndershme dhe të drejtë, deklaroi Izet Mexhiti, ndërsa kryetari i komunës Tetovës Bilal Kasami uroi që procesi i formimit të institucioneve të shkojë shpejt e mbar, duke reflektuar vullnetin e shprehur qytetar. Nga opozita shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut reagoi kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim. Ali Ahmeti përgëzoi qytetarët e Republikës Kosovës për procesin zgjedhor në të cilën dëshmuan maturi dhe pjekuri të lartë demokratike. Kosova ka nevojë për stabilitet, zhvillim dhe vizion të qartë shtetëror në shërbim të qytetarëve të saj, si dikush që ka dhënë kontribut për lirinë e Kosovës dhe që beson thellë në të ardhmen e saj. Dëshiroj që Kosova të ecë përpara me hapa të sigurt, duke forcuar aleancën e saj strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian, shkruan Ali Ahmeti, ndërsa Arben Taravari nga Aleanca për Shqiptarët tha se lajmet nga Kosova flasin për fitore të vetëvendosjes dhe Albin Kurti, të cilin populli besoi sërish drejtimin e vendit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.